Përjashtohet mundësia e vetvrasjes të Liridona Ademajt. Eksperti mjeku ligjor Naim Uka, gjatë seancës gjyqësore ndaj vrasjes së Liridona Ademajt, ka thënë se nga hulumtimet e kryera largohet mundësia e vetvrasjes së saj dhe se distanca e qitjes me armë ka qenë 2 deri në 5 cm. Po ashtu, ai theksoi se gjatë ekzaminimit të jashtëm trupor është konstatuar se gjakderdhja e mbledhur në trupin e të ndjerës ka ndodhur pas vdekjes së saj. Naim Murseli, Granit, Plava dhe Kushtrim Kokalla janë 3 të akuzuarit për vrasjen e të ndjerës Liridona Ademajt. 2 të akuzuarit e parë kishin pretenduar se kanë çrregullime mendore, por që Instituti i Psikiatrisë Forenzike ka konstatuar se asnjëri nga ta nuk ka pasur problematika të tilla shëndetësore gjatë kohës së kryerjes së veprës penale.